Jemi live të dashur miq, Rigelsi, Vivi, Kolindo. Ndryshe nga komunikimet e tjera, ne kemi një format me më shumë të ftuar, por që do komunikojmë më shumë përmbajtje le të themi, jo nga ato përmbajtje të cilat janë të rënda dhe përgjithsisht ne jemi mësuar në këto komunikime që kryesisht janë marrë me politikën, jetën politike të vendit. Kryesisht do ta miksojmë pak me çfarë ndodhi me qendresën në një vit, po edhe të zbulojmë pak më shumë mbi këto karaktere enigmatike kaq serioze që qëndrojnë para jush. Kështu që unë dashur miq që ju uroj një vit sa më të mbar. Për fat të keq unë jam në atë grup njerëzish që nuk kanë shumë fantazi kur bëhet fjalë për urimet, edhe përgjithsisht uroj fat, mbarësi, begati, dashuri, por që jo më kot të gjithë urojnë kështu, sepse në thelbe ka përmbajtjen dhe kuptimin brenda. Kështu që për gjithë ju unë gjej rastin t'ju uroj një 2026 sa më të suksesshme edhe sa më të begat, edhe pse jo në atë betejën e çdo shqiptari me sa më shumë lek. Faleminderit Rigels, faleminderit Vivi, faleminderit Kolindo. Si ndjeni? Do i shtohesha vetëm diçka urimi që të kenë edhe shëndet mirë, sepse kjo është edhe pjesë e urimit tradicional. Po, domethënë përveç begatisë i shtojmë edhe ti tek këta pa kreativitet. Patjetër. Okej. S'ka çfarë të urosh më shumë. Edhe leka. Mos na i kujto. Rigels, po ti si uron njerëzit? Unë uroj vetëm ata që më urojnë, me thënë drejtën. Je pa edukat? Pragmatist. Sepse shumica e mesazheve vijnë kështu të gatshme nga ato imazhet kështu që janë të bëra në AI ose që janë bëra të gati, edhe vinë si mesazh. Bap, edhe ti ja dërgon tjerëve, pastaj po atyre që ta kanë dërguar. Domethënë ti nuk je proaktiv. Nuk jam proaktiv, unë jam po me erdhi të sjell, po s'me erdhi nuk të sjell. Domethënë po të erdhi ti i shkon, po s'te erdhi. Po na kanë ardhur se kemi vajtur si është. Interesante. Domethënë ti që ke më rënd se unë. Po Viv. Unë përpiqem të jem korrekte dhe t'i kujtoj të gjithë. Ndonjë që e harroj më kujton. Shpresoj mos të jemi harruar rrugës me ndonjë tjetër. Këtë vit po më sollën nga këto fotot me fishek zjarre, do e ndjej si kunj se më referohen më shumë si vajza fishek zjarre tani. Tani të ngejë. Jem bërë me mend ç'mendoj fishek zjarreve këtë vit, a? Po, më kujtojnë gjithmonë. Ma merr mendje. Jo më larg se sot. Po ti kol gote Vivi për fishek zjarret, po bëshin reklamën disa kështu dyqane tash për fund vit edhe po thote Arsenal Armësh, bëuni gati, hajde blini sa më shumë fishek zjarre. Fakt, para se të merreshim me këtë, unë nuk i ndjeja fishek zjarre. Tani që kemi filluar të merrem me fishek zjarre, ti ndjej të gjitha. Kemi rrit vigjilencë. Po pra, mos ishim marrë me këtë punkt. Unë tani jo vetëm që i dëgjoj, po ditë kushite, nuk e di pse. Më kanë ardhur më shumë informacione se ç'do. Edhe listën e çmimeve. Me interes është ta dim se si do festoni këtë fund vit o miq të dashur. Unë do shkoj te Vira. Unë do shkoj te Vira se ka premtuar një gjel. Mirë, po nuk e kuptoj pse nisi me të qeshur kur thua unë do shkoj te Vira. Po, se nuk para festoj kështu për vit të ri, nuk bëj kështu. Kam shumë vite që kur isha i vogël edhe nga që jam edhe çik gjumash në orën 10. Urigjesh, po pse u ka të mërzitshme e këtë jetën, o për të uruar s'uron, për të festuar nuk feston. Po, se jeta nuk varet nga një natë. Ka dhe 364 ditë të tjera që mund ta bësh jetën e bukur. Kështu që ka ikur kjo që në një natë të tëra lekët, të tëra mandarinat, të tëra portokallët. Këtë do pyesja. Po për ty o Viv. Deri në 12 me të shtëpisë, edhe pas 12 prapë me të shtëpisë. Unë në fakt kam një 4 vjet që e bojkotoj këtë pjesën e pas 12-s, jo me të shtëpisë. Besoj dhe këtë vit do mbetet po njësoj se e shfrytëzoj si ditë për të kaluar më shumë kohë me familjen, për të qenë më afër tyre, duke qenë se viti na merr rutina pjesën më të madhe të kohës. Pastaj edhe unë nga data 2-3 nga Vjera. Po ti ma. Unë do i bashkohem çdo shqiptari zakonshëm që deri në 12 e feston në shtëpi, pas 12 del dhe shpenzon në disko gjysmën e rrogës dhe e çon në një natë që është për fund viti. Po kjo është kështu e kemi kthyer në traditë dhe ajo që shoh çdo vit është që shtohen sa më shumë. Tani ma thuaj pak të në mënyrë të sinqertë, është tamam gjysmë e rrogës apo e bëre kështu për Kjo ishte thirrje për financë. Realiteti është që në Tiranë për shembull, shko
shkosh një pjesë. Pantalonat Shko. Po bluza shkon. Shkojnë, po në qytetet, po ta marrim qytetet tjera, mund të jetë diçka, për shembull nga Shkodra ku unë do i kaloj edhe. Hajde se ti gjen ke i vetmi që do dal ke jashtë shtëpisë. Edhe ti Vivi, po jo se Vivi tha, do rikthehem në MMD në vendlindje. ti do rikthesh me MMD, po domethënë Po në shtëpi. Edhe pas 12. nuk do Edhe pas festonte. 12. Ti edhe para dhe pas në shtëpi. Po. Tani vetmin edhe unë kështu planifikoj, edhe para Ne dhe po pas themi që shtëpi. ti i vetmi që ke Tani energji. i vetmi që do lej ca nga rroga Po. pas orës 12 je ti. Mirë po me interes është ta dim sa kushton kjo nata e vitit të ri o Kol. Se mbase bëhet jo është se edhe për ne. Po ta marrësh për shembull në Tiranë. Po le në Tiranë, ti pse nuk shkon në Tiranë, do dalësh në Tiranë? Jo, nuk do të në Tiranë, po pa çmime edhe në Tiranë edhe në Shkodër, po E llogarit edhe Tiranë. Po normal, se Interesante. thash Po të s'ka mbaru ekonomikaj. Jo, po thash të paktën të ndihesha mirë që nuk kam shpenzuar aq, kam shpenzuar diçka më pak. Po në Shkodër variojnë për shembull, nga një tavolinë sepse ka diçka. Po nxirë më një shifër mos e bëj. Ore na thaj se plasëm. Lokalet kufizojnë që ti do të marrësh këtë modelin me shishe për shembull, që variojnë nga 150 euro deri në 200-250 euro. Personi apo gjithsej shishja? Gjithsej tavolina, po që mund të ketë 4 vet për shembull. Po këto shishet në Durrës sa mund të shkojnë? A këto në Durrës nuk e di, po në Tiranë për shembull Nuk ishte pyetur në Durrës. Një tavolinë mund të shkojnë 300, 400. Ne që ta kuptojmë. Shishet e Durrësit janë $33,000. Unë nuk e di prandaj thashë nuk e di se nuk di sa i E, shkon po, çmimi aty Mos kishe lexuar atë dosje prandaj. Ne. Atëherë dashur miq, ne nisëm pak me çfarë po ndodh me fund vitin. Në fakt ne kemi zgjedhur këtë format komunikimi me ju në këtë fund vit edhe për të treguar ju se kush është ekipi i qendresës edhe kush është zyra, jo 100%, po kaq kishim mundësi ta akomodonim 4. Kam përshtypjen që për aktivistët edhe për një pjesë të mirë të le të themi bashkëpunëtorëve të qendresës, këto janë fytyrat që shohin më shpesh. Kryesisht Rigelsi me drejtimin e qendresës, unë pak më shumë në komunikim edhe sigurisht Vivi më shumë në çështjet e brendshme të zyrës, Kolindo me pjesën e researchit, analizave, edhe kemi bërë një ekip të mirë. Financa është lart na shef na sjell foto live. Ndërkohë që ka një pjesë tjetër të mirë të ekipit i cili në fakt është akomoduar me aktivitetet e qendresës, por jo domosdoshmërisht është le të themi visible Janë dhe ata që nuk duken. Ndërkohë unë po mundohem të kontrolloj edhe teknikën këtu. Kështu që Rigels, si ishte puna e qendresës në një vit? Po domethënë mos ma lidh shumë me punën e qendresës, kam përshtypjen bëhemi shumë egoist, po si e ke parë Shqipërinë e 2025-s? Qofse do shikoj Shqipërinë nga këndvështrimi i qendresës, kam parë një vit në goxha të parashikueshëm. Pra një vit që I dihet gjitha këto bëmat që ndodhen më? po edhe parashikueshme. Domethënë ne u bën zgjedhje, ne dinim kush do fitonte. Okay. Ishte një vit që u lëshua një urdhër arrest për dikë, dinim që do ta mbronte kryeministri. Pra, si një film që e kishim parë një herë, unë kështu e kam parë, por nga ana tjetër pati edhe gjëra deri diku pozitive nga këto reagimet që kemi pasur për shembull për onkologjikun ku ushtruan disa poltrona, ilaçe pozitive sepse ata janë njerëz të cilët kanë pasur nevojë edhe për kushte edhe për mjekim. Ose protesta të tjera të cilat ose si thua reagime të tjera për të cilat ka pasur një lloj fokusi ose një lloj ndryshimi. Edhe reagimi jon ose dy reagimet tona për në mbrojtje të drejtësisë mendoj që kanë qenë reagime të drejta, mendoj unë, të drejta, dhe që pse jo janë pjesë e këtij mozaikut që po ndodh ku secili po pozicionohet edhe po merr atë rolin e vet në shoqëri. Viv, çfarë do veçoje nga ky vit që sapo lam? Për mua ky vit ka qenë shumë i pabesueshëm që ka kaluar kaq shpejt, se kur e mendoj vjet në këtë kohë un kam qenë duke dhënë intervistën për të pranuar si pjesë e stafit të qendresës.
Ka qenë një vit shumë i lezetshëm për mua nga të gjitha aspektet, sepse mendoj që përveç se kam mësuar shumë nga qendresa, i kam marrë disa aspekte shumë të mira kësaj punës këtu. Kam njohur njerëz shumë të mirë dhe përfitoj nga rasti të përshëndes të gjithë aktivistët e qendresës. Ne nuk e kemi këtë rubrikën në një këngë apo në një gjë. Pa këngë nuk ka problem. Po deri këtu pranohet domethënë. Mendoj që këtë vit ka qenë shumë impenjativ, sidomos kur në të njëjtën kohë që po ndodhin shumë zhvillime të reja, unë duhet edhe të përmbledhja pak a shumë edhe informacion nga vitet e shkuara të punës së qendresës dhe ta përvetësoja këtë si rol. Shpresoj t'ja kem dalë më së miri, duke qenë se ka qenë sfiduese, por në të njëjtën kohë edhe kam shijuar shumë si proces dhe si vit në tërësi. Mendoj që kemi bërë një punë shumë të mirë edhe me përveç projekteve që kemi pasur, aktiviteteve me aktivistët apo edhe me qytetarët që na janë bashkuar hera herës, mendoj që kemi vendosur edhe disa objektiva për 2026 që do të duken me punën tonë në vazhdimsi dhe shpresoj që ta nisim sa më mbar, si dhe ta bitisim 2026 akoma më mbar se sa 2025. A ke kështu një kolekt të preferuar apo? Gjëra nuk thuhet. Kolekt preferuar, nuk ka një varietet zgjatë. Po, jeni pak. Mo po dhe unë pandaj po i vete nga mbase, nga që nuk është se ka gamë shumë të madhe. Zgjedhje dhe mund t'i kesh të gjithë të pa preferuar. Shiko, unë i kam të gjithë shumë të preferuar, po halli më lidh më shumë me kolën. Miku mirë në ditë të vështirë. Bashkëndajmë hallet njëjta, kjo është ide. Ta shkodranët janë mirë. Punat e hallet. Kol, po për ty si ka qenë ky vit Kol? Ose si e ke parë Shqipërinë ti të këtij viti? Po krye fjala e këtij viti, nëse ne e marrim pak në retrospektivë, janë zgjedhjet. Edhe mendoj që na kanë shoqëruar gati në gjysmën e vitit, ndoshta edhe në punën tonë. Mund të them që impenjimi shumë herë më i madh ka qenë këtë vit te zgjedhjet, por që nuk shoh ndonjë risi në proces për shembull. Po ta shohim edhe në ato analiza që ne kemi bërë këtë vit, krahasimisht edhe me vitet e tjera, ne shohim po prap përdorim burimeve shtetërore, po du të them, po prap njëjtat problematika, të cilat vazhdojmë i artikulojmë, edhe nuk është se shohim ndonjë përpjekje të paktën për të ndryshuar, flas nga aktorët politik. Dhe në këtë sens nuk mendoj që Shqipëria në një formë apo një tjetër ka pa shumë hapa përpara. Padyshim ajo që ne ndëgjojmë në përditshmërinë tonë, ne ndëgjojmë si njërin krah politik i cili sheh gjysmën e gotës plot, si njërin krah tjetër që sheh gjithmonë gjysmën e gotës bosh. Ajo që ka ne të paktën jemi munduar, mendoj edhe shoh, po pra, atë që do të them, ajo që ka ne jemi munduar është që ne qëndrojmë të balancuar në të dy kahet, në sensin që ta shohim një sy tjetër, mos i referohemi kahet politike që duan ta vendosin gjithmonë. Tash më thuaj si del gota ku nuk e shikon as gjysmë plot as gjysmë bosh. Po shet që hapet cilat janë që kanë ndihmuar do pak ndoshta për të përmirësuar aspekte minimaliste, për shembull, po të marr rastin atyre që ne kemi referuar, sigurinë në shkolla, dhe shohim që të paktën është ndërmarrë një iniciativë për të vendosur disa module të reja të sigurisë në shkolla, duke nis kamera, duke vazhduar pastaj me rritjen e oficerëve të sigurisë. Këtu mund ta shohit që kemi të bëjmë me ndonjë sens me ca pika ujë që vlonjatët nuk i kanë tani te gota. Po jo, po të shohim rastin tjetër, mund të themi që rastet e dhunës tek nxënësit vazhdojnë të jenë problematike. Në rastet e vrasjeve kemi jo më larg se muajin e kaluar patme po prap rastet konflikteve mes terive që ishin edhe me pasojë vdekje. Pra, nëse ne duhet t'i shohim në kompleksitetin e tyre, mund të themi që sado ato mund të jenë ndërmarrë disa hapa, efektivitetin e tyre nuk e kemi pa akoma. Dhe kjo është ajo që ne shpeshherë duhet t'ia njohim, duhet t'i njohim ato që ndërmerren, po nga ana tjetër duhet t'i shohim po prapë me atë skepticizmin e realizueshmërisht edhe efektivitetit që ato mund sjellin për atë të cilën ne i kemi kërkuar në fund ditës, që është fundi ajo që ne kërkojmë që të rritet siguria e fëmijëve edhe padyshim edhe tek gjithë qytetarët. Problemi është që sikur kishte rigirci një pa kënaqësi këtu. Jo, me që përmendi politikanët, edhe unë më vjen në mendje një gjë tani, se të trena pyete si e vlerësoni e kështu po podcastin se përmendi njëri. Edhe ti na pyetet treva, po ne duhet të pyesim pak se bëjmë interaktive edhe ti kolegë. Po më interesante është kjo se ti kolegë. E shikoti unë e mora një çik vrullshëm edhe ti më them që kam disa pyetje. Kam disa pyetje unë dhe me që përmendi politikanët. Po.
pse s'ke ftuar asnjë politikan? Një 42 të ftuar 1.8 milion shikime, po të kishe ftuar ndonjë politikan mund të kishe dyfishuar këto shikimet, se ata janë edhe njerëz kështu me vota, me ndjekje, me kështu, ose ndonjë deputet, ti ke edhe shok disa tani, pse s'ke ftuar ndonjë këtu? Mund të kishim ul. Jo, po pse? Jo, Ka zgjedhur të qas. edhe për kuriozitet të dëgjuesve, përgjithsisht me podcastin, domethënë u bë pothuajse një vit që ne po punojmë me këtë format, edhe kemi pasur rreth 42 të ftuar përgjatë këtij viti, profesionistë, qytetar mendoj të jashtëzakonshëm, edhe kanë pasur çfarë të ndajnë me publikun. Edhe nga mënyra se si është shpërndar informacioni, ti e the pak 1.8 milion shikime në YouTube, përjashtuar nga pritshmëritë që ne kishim në fakt. Po pyetjes pse nuk keni ftuar asnjë politikan, kjo është interesante sepse ne kemi diskutuar dhe shpesh, dhe kam përshtypjen kjo ka qenë një lloj dakordësie e gjithë ekipit kur ne kemi përgatitur edhe skaletat edhe. Mos do të tash nga emri, mikrofoni qytetar, s'mund të flasin dot politikanët se është mikrofoni qytetar. S'kan mikrofoni kur flasin politikën. Po ka edhe një detaj tjetër, politikanët e kanë mbushur hapësirën e komunikimit në shoqëri. Pra, më thuaj për kë politikan të ka zënë malli ty që nuk kishe ku e gjeja dhe doja ta shikoj edhe tek mikrofoni. Dhe kanë përshtypjen që si e ka ai, se ata nuk e kanë. E ke gabim. E ke gabim vetëm formatin, ai mund të ketë kaluar tek këto formatet satir, sarkastik, po politik, nuk do të natyra, ai po merret me sport, ka kaluar një sferë tjetër. Janë kanale sportive, pra. Fakti që ti mbet vetëm tek një natyrë e informacionit, do të thotë që njerëzit mungojnë. Po misioni për të bërë sa më shumë zëra qytetarësh të dëgjuar, sigurisht që ka prevaluar. Ju po thonë që ju keni sakrifikuar klikimet për t'ju dhënë më shumë zë qytetarëve, se për shembull po të merrje zë qinen këtu, po të merrje zë qinen këtu, jam i sigurt që do shpërthenin ato milionat. Po nuk besoj se kemi atë format aq të lartë sa personazhet e tilla mund të na vinin. Domethënë nuk e kemi krijuar akoma atë sigurinë që ne vlejmë edhe për këto. Tani me që ju andaj morë këtë autorsinë e podcastit, po lëshoj pyetjen e dytë. Ku ndryshon Migeni, për shembull, nga Grida, nga Drini Zeqo, ose nga Mira Kazhani që bëjnë podcaste, që janë më të bukura ta dihet, domethënë, po ku ndryshon në kuptimin e çfarë sill, domethënë risi, çfarë risi e sillni ju me këtë podcastin në gjithë këto podcaste, podcaste që vinë. Pyetjet i bën Migeni, kjo është risia. Ti e ndryshe nga ato të tjerët që mund t'i bëjnë Mira, mund t'i bëjnë Drini, mund t'i bëjnë. Këtu i bën pyetjet Migeni. Edhe ndryshe nga ato që kanë një sens gazetaresk mbrapa. Atë se dim na i bën Migeni pyetjet. Po çon si ka kjo? Po tani ti themi të njerëzve. Ti themi njerëzve të gjithë. Po pyetjet. Jemi transparent deri në fund. Kërkesa për 2026 pjesë të mirë të pyetjeve i bëjon. Edhe prapas i rishikon Migeni ose i firmos. Se unë nuk ju vura kështu për t'ju akuzuar. Jo, do duhen ato titrat më shumë pastaj pyetjet e kesh gjëmolla. Ideja që nëse ajo vjen nga disa profesionistë, këto të gjithë që përmendë vinë nga bota e gazetarisë përveç Grit. Pjesa tjetër e kanë pjesë profesionit, edhe është rrugë e një forme të cilët e kanë gjetë shumë gazetarë që t'i përqasë edhe një podcast. Jam dakord, unë thjesht pyetja ime është ku ndryshon. Ku ndryshon? Po pra kjo është diçka më e rëndësishme. Shiko, ndryshe nga këtë. Unë mendoj që ne kemi një arsye për të qenë përgjigje nuk do të lemi, jo. Po unë mendoj që ka një arsye objektive pse mund të jemi ndryshe. Një e para është që ne nuk luftojmë për kohë dhe për hapësirë dhe për ta komercializuar këtë. Pa ne nuk po kërkojmë që nga kjo të rendim edhe të marrim të ardhura. Edhe kur nuk ke barën e të qenurit i suksesshëm për të marrë të ardhura, i vetmi mision që ne na mbetet është biseda dhe mesazhi. Po dhe kjo kompromentohet kur ti ke një agjendë përpara. Domethënë që dikush është vënë në shërbim të diçkaje, edhe pavarësisht se nuk ka financa dhe pagesë, do duhet i shërbej diçkaje. Unë mendoj që ne jemi të lirë edhe nga kjo.
nuk është se kemi pasur ndonjëherë një objektiv përveç se kufive tan, objektiva kemi pasur ne, po kufive fizike. nuk kemi pasur kufi të tjerë përveç se mënyrës sonë të menduarit për t'u qasur, le të themi, redaksisë që ne kemi. Nuk kemi shef, nuk kemi le të themi drejtor, nuk kemi pronar që ka një lejë ndërtimi për të marrë dhe ti në një moment caktuar duhet të respektosh sa konjunktura. Nuk kemi biznese siç mund të jenë ku diun Vodafone, Plusi që ne të ruhemi dhe të mos kemi sponsors që dhe prandaj kjo na bën më të mirë se këta, dhe se këtu bëj shaka. Unë mendoj që të gjitha ato emrat që ti përmende, unë mendoj që të gjitha ato emra që pse jemi ndryshe, jo pse jemi. Gjitha ata emra që ti përmende janë të jashtëzakonshëm, edhe ne kemi shumë për të mësuar për ata, nuk di të them dhe nuk guxoj të them që bëjmë një gjë më të mirë se ata. Por ne kemi pasur, tani po bëjmë pak më serioz, ne kemi besuar, por ne kemi pasur nevojë burimore për të diskutuar mbi disa gjëra, të cilat e kemi pasur të nevojshme të diskutojmë. Pra kjo ka qenë edhe është dhe fillimi dhe fundi i kësaj historisë tonë me të komunikuarin me këtë podcast. Ne e kemi pasur të nevojshme të komunikojmë mbi ato që kemi diskutuar me miqt që kemi pasur në këtë podcast. Kishte ndonjë pyetje tjetër? Jo, faleminderit. Kam unë një pyetje. Hajde, Viv. Duke qenë se ti më vure në siklet i pari dhe më pyete për kolegun e preferuar. Unë dua të di nga gjithë podcastet që ke zhvilluar gjatë këtij viti, kush janë bisedat që veçon më shumë ose që të kanë surprizuar, për shumë personazhe që i kishe takuar rrallë në jetën e përditshme dhe kur i ftove në podcast krijove një perceptim komplet tjetër për ta. Shiko, dhe kjo të ve pak në siklet, se unë duhet tash të diferencoj midis atyre të cilëve më kanë dhe na kanë respektuar duke dhënë kohën. Edhe këtu nuk bëhet fjalë për 20 minuta, ne kemi mbajtur nga 1 orë gjysmë, miqë si kemi shtrirë me fjet këtu. Ne kemi nga ato modelet që bëjmë shtrirë. Por në këtë kuptim, por ka një gjë që pothuajse prej të gjithëve, pa përjashtimisht, unë kam vënë re një dimension që ti nuk e gjen, nuk e kap dot në biseda të tjera. Pra, ky është një komunikim disi pak më formal se sa televizioni, po është edhe më i lehtë se sa le të themi komunikimi i televizionit. Në këtë kuptim, me të gjithë bashkëbiseduesit kam pasur mundësi të eksploroj mbi shtegje me të cilat në forma të tjera të komunikimit, pra po të kisha pirë një kafe me ta, do dukesh e çmendur nëse do gërmoje diku pa kuptim. Edhe në ato momente ti merr më shumë, po dhe un kam mësuar jashtëzakonisht shumë gjëra interesante nga ky komunikim. Në fillim kam shtypjen ju jeni dëshpimtar që un kam besuar që nuk e bëj dot këtë punë, edhe nuk e bëja dot këtë. Nga mezi fillova të trimërohesh, edhe se bë kam edhe këtë punë, edhe sa edhe kur njerëzit në rrugë, tani kam bindur që e bën shumë mirë. Ka një detaj interesant. Përgjithsisht, në shoqërinë tonë mungon kultura e të dhënurit një kritik objektive dhe reale. Dhe mua për shkak të sjelljes së mirë të njerëzve që më rrethojnë, ata më kanë dhënë komplimenta të cilët shpeshherë unë nuk kam besuar që i meritoj, po për shkak se më është bërë shpesht nga qefi për të merituar, më është dukur sikur kanë qenë të mia. Edhe do ti tani mendoj që jam një podcast tjerë edhe një ka instaluar sistem review. Kom shiu në ascensor, taksixhiu. Klikoni pak të shi. E megjithatë, unë mendoj që mbaruam me këto pyetjet që më drejtojsh. Po besoj pas. Po të lëm Vetëm se ti kolin do ke diçka për podcastin. Po thash mos kisha, po ti nuk besoj se s'ka sa është konflikt interesi. Nuk mund të flas për podcastin. Bashkëautor. Po është truri mekanik i këtij me këtë pyetje po të lëm podcasti. ti rikthesh rolit. Atëherë duke marr frenat edhe një herë të bashkëbisedimit, unë doja që prej të gjithëve ju
miq lufte të dashur, të merja një perceptim mbi cila për ju ka qenë ngjarja ose më e rëndësishme ose që ka shënjuar 2015-ën. Një detaj që mund të jetë 2025-ën, se 2015-ën nëse mbaj mend. Jo, 2015-ën edhe qëndresa nuk e mbaj. Hajde se më kape. Nuk ka qenë. Më kape. Ja dhe unë që mendoja se isha i mirë në këtë punë, e ke parasysh. Ka gjë në Roskovec, vazhdojmë të hymë në 2206-ën, kështu që gama kohore është e gjatë. Ka pararoj, ne vazhdojmë kthehemi pas. S'kemi me kufi kohor. Jo. Ka dhe më keq domethënë. 2025-a. Në një detaj që mund të jetë qoftë personal, qoftë teknik ose i punës së përditshme, ose që ka ndodhur një ngjarje që duket shumë Shqipëria nga larg. Po këto protestat. Ha, Sikur na kanë ngacmuar një çik. cilat protesta këto- për shembull? 2 muajt e fundit, protestat e partive të ndryshme, domethënë. Mendova se këto protestat që organizoni vetë ju, domethënë ose ne. Jo, këto protestat Po çfarë problemi ka me protestat? Jo, s'është problem, a the kush të ka ngacmuar, Është ngjarje domethënë. pozitive këta po? Po e shikoj si thjesht si ngjarje, domethënë që Pse ke marrë me kaq negativitet më? po me negativitet e ka marrë sepse po duken domethënë si të gjithë kanë marrë, njëri ka rigë, njëri shandan, njëri bilbildi, njëri fshek zjarit. Domethënë edhe ka ndodhur diçka dhe kanë dalë tash të zënë atë hapësirën e protestës. Dhe po, të zënë hapësirën e protestës për të kufizuar ndoshta një protestë, se un kam një mendim tjetër mbi protestën, pra nuk besoj te protesta që edhe për shkak të historikut, të protesta që partitë vet organizojnë. Kanë nxënë, siç thash, nga një simbol ose nga një mjet, edhe kanë shkuar aty. Dhe unë mendoj që qëllimi i këtyre protestave është të rritin daljet e tyre televizive ose të rritin partinë e tyre. Pra, Kjo s'është negative. kjo s'është negative për Për ta. llogaritë të tyre, po për interesin publik kjo është negative. Po pse është negative për Po interes? kjo është negative sepse po të shikosh se sa organike dhe se sa e bukur ishte protesta e dieshme në Vlorë, që kishte një qëllim të caktuar, s'kemi ujë ose duam ujë, nuk ngjan fare me protestat e stimuluara nga partitë. Tani, po, Jo, Të- të- njerëz, shiko ti e shef edhe te numri atyre që po s'është dalin fare sot. numri, mund të jetë Po jo, numri e kishte edhe kupton, Berisha. E kupton. Po ç'a doli bëri koncert Do e shohim aty në edhe janar. u kthye. Pastaj vajti kërcente valle në Elbasan duke ngrënë mish. Po kjo është Domethënë, besueshmëria që dhe sa do kthehem Ska këtu. të pandalshme, ore. Domethënë Protesta të pandalshme historike. derisa të fillojë, domethënë do të ndalë. Kështu që unë besoj që i kemi dhënë një konotacion shumë negativ protestës. Negativ apo më thua që është ka inflacion, në kuptimin që Jo, s'ka, më thënë, inflacioni është pasojë. Unë mendoj që partitë politike kanë filluar të kuptojnë, të reja dhe të vjetra kanë filluar të kuptojnë që kanë vetëm një mjet këtu për të protestuar. Pse ai është mjeti i fundit i partisë politike. Partia politike ka shumë mjete. Ore ke Si marrë për një shembull? deputet, dy deputet. Aq ke marrë vëlla, ri aty mbaj vendin, dy deputet ke 20.000 qytetar që përfaqëson. Përfaqësoj ata 20.000 qytetar. Përse do dhe 10 të tjerë të dalin aty përpara? po për çfarë del? në rastin kur pretendojnë që zgjedhjet nuk kanë prodhuar mandatet e Pse ju në garë atyre? Ti e dihet çfarë do prodhonin këto zgjedhje. Ato hinë edhe ngar. E dije sistemin, Në e ngarë firmose fare. vetë sistemin. Formularët, i mblodhe firmat. Çfarë pretendon tani? Kështu që interesante. unë mendoj që këto e kanë vrarë këtë pjesën dhe kanë tepër si thua pjesën qytetare. Okej, ka një korrupsion nga zëvendës kryeministre, nga Akshi apo nga kush mund të ketë, se u bëm shumë serioz tani. S'ma kisha shprehur këtë, mos e dija që ishte Po kaq radikal. doja një dritare për ta shprehur shqyr doli. Në qoftë se ka një ka ndryshe këtu është. Duhet uleshim këtu Qofse poshtë. ka një aferë korruptive, qytetarët duhet jenë të parët që dalin. Po të shikoni, pra ta presin revolucion nga kryetarët e partive. S'ka më revolucion nga kryetarët e partive. Edhe në Ukrainë, për shembull, që është një revolucion i portokalli etj, e bën qytetarët dhe kryetarët e partive shkonin shikonin nga larg çfarë po ndodh, të prisnin që të përfitonin pas saj.
po nuk ka heroj kryetar partie. Vers, unë mendoj që lidhet edhe me sinqeritetin e partive politike. Ajo që i mungon sot atyne që po drejtojnë protestat janë pa sinqert me atë që organizojnë. Dhe më thanë, nëse ne e shohim edhe duke njësë edhe tek PD, duke njësë edhe tek po themi si partia kryesore e opozicës. Nëse një ditë jenë protesta, do kemi protesta pa ndalim, po do i fillojmë pas janarit, pasi të kalojnë edhe festat. Dhe shikon që një 2 ditë pas protestës, është në fest, duke festu, duke gëzu, atëherë ajo klim që ti po mendon të krijosh është e pa sinqert me njerëzit. Në sensin që ti po tregon që këtu ka diçka që duhet reagu me një herë, sepse ne nuk mund të themi që kjo aferë që nolli sot do të presim edhe 2 muaj do të reagojmë kur ne ta mendojmë se duhet të reagojmë. Kush është problemi? Vetëm një gjë dua të qartësosh. Kjo mendoj që jo organike. Kush është problemi? Problemi është tek kalkulimet e sforcuara të partisë apo mungesa e vazhdueshmërisë. Pra ti thua që duhet të ishin aty më shpesh? Apo premtimet për qenë më shpesh nuk ishin të arsyeshme? Unë e shikoj protestën si një akt të domosdoshëm. Unë nuk i gjykoj ato të cilët dalin protestojnë. Unë gjykoj faktin që në ato që ato artikulojnë dhe mënyrën se si organizohet janë të pasinqert me misionin që i kanë vendosur vetes. Pra misioni është kaq mallor, por në fakt nuk e kanë realisht atë misioni, sepse po ta kishin do ishin çdo ditë në shesh, çdo ditë në rrugë, çdo ditë me qytetarët, nuk e di. Do gjeshin forma që reagimi do vite organik. Atë që ne po e shohim. Po nuk vjen organik nga partitë të reagimi, më dëgjoj mua. Po dhe mund, shiko, nëse pika e vlimit. Tani ai është strategë, por çfarë organiku thot? Pika e vlimit, në atë që ne perceptojmë faktin. Ai fitoi luftën me Stalianin me një protestë. Ai e kjo është PD-ja. Ne mund ta PD-ja duhet të jetë pjesë e ekuacionit diskutimi, por kemi edhe spektër gjëra opozitare, janë disa parti opozitare. Ajo që ne shohim është fakti që s'ka rëndësi 5 vet, 10 vet ato dëshirojnë që dalin, ta kenë ditën e tyre, sheshin e tyre dhe nuk kanë qëllimin, pra qëllimin e kanë të gjitha të njëjta, duan të rrëzojnë Ramën. Por nuk gjejnë forcë që të heqin egon personale, të dalin në shesh, mos dalin vetëm ato të flasin, po t'ja lënë rrallën qytetarë, më t'jenë qytetarë. Po shkojnë më qytetarët për partitë nuk shkojnë. Një minutë, se më ke bërë një gabim. Ti flet këtej, po më ke vënë mikrofonin andej. Po ç'a të bëj tash? Ta spostoj, jo, po ta spostova këtej unë. Do bëj zhurmë. Ndron edhe krahun e partisë pastaj. Pak mirë bëj se e kisha ngatruar që e kisha këtej. Ore kjo çështja e protestave sigurisht është bërë leitmotiv tani. Unë nuk mendoj që është ndonjë problem i madh me thënë drejtën. Në fund ditës gjithkush në këtë hapësirë merr atë që mundet të marr. Po merr pra, po ata protestojnë të dalin në televizor. Qytetarët protestojnë që mos dalin në televizor. Pra është e kundërta asaj. Qytetarët e Vlorës nuk duan të dalin se s'kan ujë në televizor, po dalin nga halli. Partitë dalin në televizor se protestojnë, pra protestojnë për dalë televizor. Pra kjo është lufta për dominu hapësirën mediatike, pra kjo është ideja. Po tash ato qëllimet nuk janë të njëjta. Se kisha menduar këtë një organizimi për hir të dalur në televizor. Për dalë televizor. Për të zënë sa më shumë, vetë the, duan të zënë sa më shumë hapësirë. Dhe ja. Qytetarët duan të zënë hapësirë, ata duan të zgjidhin hallin kur dalin. S'duan më të dalin, pse duan të dalin në televizor. O Viv. Unë kam një perceptim pak më negativ. Unë mendova thash si e vetmja kështu përfaqësuese e grave dhe vajzave në këtë tryez burrash, në këtë hapësirë burrash, këtu që mendova se do ta zbusje pak, më do sidhe pak më kështu. Do ta them më elegancë, hale, dashuri. Mendoj që përveç hapësirës mediatike në këtë moment partitë opozitare, qoftë partia më e madhe apo dhe më të voglat, kanë edhe pasigurinë përveç hapësirës në media, kanë pasigurinë se sa qytetar aktualisht do ju dalin në shesh. Pra unë mendoj që këto thirrjet me këtë kaos që është një situatë shumë e rëndë politike në vend. Dhe në qoftë se qytetarët nuk bëheshin bashkë tani, por qëndrojnë të ndarë grupe, 20 këtu, 10 atje, unë mendoj që jemi Pse mendon se nuk, do me thënë, nga sa kemi parë deri tani, mjafton për të kuptuar që qytetarët nuk po dalin, apo është herët për të thënë? Unë mendoj që nuk ka herët ose vonë në këtë rast, por unë mendoj që situata ishte emergjente. Vazhdon të jetë emergjente, se nuk është zgjidhur asnjë gjë. Por mendoj që qytetarët nuk gjejnë besim tek asnjë nga figurat që po del në shesh, nuk gjejnë besim as tek qeveria aktuale, por janë thjesht të humbur te ky vakumi midis dy krahëve
dhe po përpiqen që të gjejmë besimin diku për të dalë në shesh, sepse ne na pëlqen apo jo, ne jemi gjithmonë një popull që na pëlqen të prihemi nga dikush. Jemi mësuar që të shohim dikë si lider. Po mirë, s'është problem, Ka pasur dhe momente që revolucioni është bërë normalisht, lëvizjet historike ka ndodhur, por unë mendoj që ne në këtë moment jemi pak pa busull si popull. Mendoj që duhet të ndodhi diçka akoma më e rëndë që do na mobilizoj, por nuk e di sa më rëndë. Sa më rëndë duhet të ndodhë. Se dolem në shesh nuk zgjidhet gjaja. Do të thënë s'do dal Mesia tani që të dalë njerëzit. Ideja është duhen kohë. Edhe këto forcat mund të përmirësohen. Jo, mendoj që kjo ndarja politike dhe lidhja atashimi që kemi me figurat më shumë i bën dëm fenomenit të protestës se sa i bën mirë, sepse ne tani automatikisht mendojmë që nëse unë dal sot që ka dalë Shqipëria bëhet, unë do quhem si aktivisti Shqipëria bëhet. Nëse dal tek protesta e PD-s, unë do atashohem direkt si mirë ata e munduar. A shikoni pak tani për diskutim, a shikoni pak edhe me perceptimin që qytetarët kanë. Sepse unë e shoh edhe me këtë sens për shembull. Qytetarët do reagonin më shumë për ujin që i mungon apo për korrupsionin qeveri? A do reagonin më shumë për çmimin e karburantit që ju rrit pak vite më parë, që dolën mbushën sheshet, apo kur perceptojnë që Belinda është pa aftësia opozitës. Është pa aftësia opozitës që korrupsioni që bëhet në qeveri nuk ja sjell siç e prek çmimin e karburantit apo të ujit, apo mungesën e ujit. Pra, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme që ne ta shohim. Si e perceptojnë qytetarët të korrupsion kaq mallor që ka ndodhur dhe ne e dim. Po ka qenë korrupsioni madhor këtu? Po prandaj po them, po qytetarët kanë reagojnë shumë herë më shpesh për të tjerat se sa kur vjen puna te korrupsioni. Edhe kjo është një pikë pyetje e madhe që korrupsioni është relativizuar. Këtu preke njerëzit kur troket te dera problemit. Tani ne e dim këtë. Po mirë, ne jemi edhe prej atyre që thojnë ai që shkojnë pushtet dhe nuk volli, nuk paska ditë. Çfarë mund të bëjë opozitat, tash s'ka një opozit, ka shumë opozita, që edhe të korrupsioni që është vjedhur te tuneli, që thuhet, apo që është vjedhur te akshi, si t'ja u bëj këtë? Të prekshëm, që ju ka munguar një shishe bire në tavolinën e këtij viti. Pra, ju ka munguar një bukë në ditë. Këtë s'po e bën dot dikush. Ne dalim pra te opozita te roli. Çfarë mendojmë që duhet i shtohet roli të këtyre materializuar në jetën e përditshme të si ta dyshim. Domethënë mungon ilustrimi se si ka ndikuar në jetën e përditshme korrupsioni. Ure me thënë të drejtën, është edhe një çik kështu, se për shembull kur thonë që është vjedhur 30 milionë euro. Ku i ka pa në herë një shqiptar atë burrë? Ti se kupton çdo me thënë 30 milionë euro. Se kupton. Unë kam testuar këtë me njerëzit. Edhe shkojnë deri 30.000 euro edhe kthehem vrapsh domethënë. Shikoj se kjo historia me 30 milionë euro më kujton një gazetar të New York të CNN-it, mos gaboj, që shkoi në Afganistan të kuptonte se pse nuk po merrte asnjë denoncim, denoncim për gjetjen e Bin Ladenit kur ata kishin vënë 10 milionë euro shpërblim. Tha si s'erdhi asnjë informacion. Dhe kur ai pyeti një fshatar se ç'do bënte me 10 milionë euro, ai thotë që nëse unë marr 10 milionë euro do e mbush gjithë Baçën me lakra. E tha ai nuk arrinte ta imagjinonte se ç'mund të bënte me 10 milionë euro. Këtë punë ka bërë, Edhe këtu sot më kupton kur i thua qytetarëve që janë duke u sakrifikuar, duke punuar natë ditë për $200, $300. Ore kam përshtypjen që deri tek 100.000 euro që llogarisin që është shtëpia ose 200.000 euro që është shtëpia, aty mundet që të marr një lloj sensi, po kalovi Origels, kush 3 milionë euro, 5 milionë euro, 10 milionë euro, 30 milionë euro, po sa llogaris do të llogarit, ja e bëri spaku këtë. E bëri spaku. Financieri se llogarit do. E bëri spaku, tha 300 apartamente. 60 milionë euro bën. Po tha 300 apartamente, tha e materializoi. Kush mori më shumë vëmendje publike? 30 milionë euro i tunelit apo 300 apartamentet? Sepse njerëzit e lidhin me sakrificën e përditshme të tyre për siguruar 4 mure. Po e them 200.000 euro një apartament, bën 60 milionë euro. Po 300 apartamente. 100.000 euro, aq 30 milionë euro. Pra kur themi apartamente, shishe vere. Pra krijohet e pin dhe. E shikon kështu. Ti një glajkë 2.000 euro. Ti 2.000 euro si mbledh atë vitin, e ke parasysh? Edhe krijohet kjo lloj pakënaqësie që mund të shkojë edhe në revolt, por kjo është pra ajo unë që shoh defekt paktën te mënyra e komunikimit të partive opozitare, që ta kthejnë
Marrin vetëm atë të galopant, spakut edhe ta kthejnë të po prekshëm. trumpetojnë atë që nxjerr spaku. Po Miro Rigel thash se Miro Rigel thash, gjithë hajde se kështu apartamentet. shoqëria civile unë e them gjithmonë është e kështu e specializuar për të bërë kritika, edhe mirë bën sepse unë mendoj që nga kritika nga domethënë kritika e ka bërë aty ku është Europa sot. I bën kritika dhe vetes, duhet ta them. Por mirë këta tër pas ka gabime, po ti që je shoqëri civile, ku je? Si kontribon ti në këtë moment? Po edhe ne s'jemi. Edhe ne nuk është se jemi të kolluar. Edhe ti tek festat mendjen. Edhe unë të festat mendjen, por mjetet tona dhe mundësit tona nuk janë ato të atyre. Pra mundësit që ne kemi janë shumë të kufizuara. Mua s'më kanë votuar 50.000 veta. Qofse do kisha 50.000, 20.000 qytetar, do kisha tjetër aksion publik. Do kisha tjetër angazhim publik për t'i treguar atyre 20.000 vetave se çfarë po ndodh me këtë vend. Unë s'kam asnjë detyrim ti tregoj sepse s'më ka votuar njeri. Pra unë nuk jam një përfaqësues i popullit. Unë jam një përfaqësues i shoqërisë civile me mundësitë që kemi, me angazhimin që kemi, bëjmë sa mundim, por që kemi të pamundur të marrim një rol që se kemi. Urikës, pse më këto se shpesh njerëzit mendojnë që se po jo bëj të gjithëve tash këtë mendoj që ju pasuroheni nga këto protestat që bënim. Po tani nëse janë kosto apo benefit, një protest për ty, për qendresën. Po këtë mund ta shikosh kosto apo benefit. Mund ta shikosh edhe nga infrastruktura e protestës, domethënë kur ne dalim kemi një palë shkallë që janë aty që i përdorim edhe për të ndryruar llampat, i përdorim edhe për të lyer, pra ato shkallët edhe ti ke qenë ai që i përdor më shumë. Marrim megafonin që e kemi pjesë të zyrës edhe ndonjë leckë që shkruajmë ose ndonjë banner që shkruajmë mesazhin që duam të përcjellim. Pra protesta jon kushton 200-300 euro maksimumi. Kështu që Po këto janë kosto që mblidhen ndërmjet aktivistave apo i paguan ti këto? Këto janë kosto që ndahen, domethënë midis aktivistëve, midis atyre organizatorëve që janë njerëzit kryesorë dhe na bie ku diu nga 50 euro, nga 100 euro. Ore se them kaq a e ke vënë re këtë mungesën e komunikimit ose keq kuptimit Po do thosha vetëm kaq. Ditën kur ta shohin shoqërinë civile duke bërë protesta me LED wall, të fillojnë dyshojnë pastaj. Po pane shoqërinë që del me LED wall të mëdhenj, me skena të mëdhenj. E ke me partitë? Me këtë atë ditë do të fillojnë dyshojnë. E ke kështu kunj për partitë? Se ku po shkon. Se ku po shkojnë buxhetet, fondet e tjera, të kuptojnë se duhet apo i financon dikush apo bëjnë nxjerrje nga xhepi apo kush ja përgatitet buxhetin e protestës. Njerëzit kuptojnë diçka shumë qartë. Dalim për diçka që nuk kemi për të ngrënë, dalim për ato kostot që na rriten, po kostoja e një proteste mund të ishte zgjill hallin e shumë nuk ishte për kostot tamam të protestës, a fitojmë ne nga protesta, ishte kjo pyetja. Dhe njerëzit ose ata që na gjykojnë duhet të kuptojnë diçka, që askush, të paktën për dekadën e fundit, nuk të financon që ti të protestosh. Pra të financoj dikush të ti ke një hall dhe ti të organizosh një protestë. Po ti ishte kështu do ishte mbyllur me protestë. Kështu që po ti ishte kështu do ta merresh edhe një formë tjetër, dikush të pagun që ta mbyllësh gojën pas mos ta vazhdosh protestën. Po ti ishte kështu si thot Migeni, do futni mik ose do paguani ndonjë lekë që të kërkoni të merrni ndonjë hapësirë vendi për të marrë lejë për protestë. Pas funksionon, se për shumë e bëri të bukur Kola tha. Mbase mund fitosh që ti ngre një protestë dhe ai që ka interes të mbyll gojën të paguan më shumë ty dhe ti ikën gjop. Mirë po, edhe kjo do ishte shumë, domethënë, nëse të dyja këto do funksiononin, që këtu të kishte njerëz që financonin për të bërë protestë, apo njerëz që paguanin për të nxjerrë nga protesta. Do ishte ide biznesi të burr. Tu do ishte ne jemi dhe me shkallë. Protesta qytetare do ishte startup e infrastrukturë. Këtu do ishte luftë pasaj, kush do zinte territore, ke parasysh këtë, e pronotonte për një javë. Protestoj unë këte, si që është bërëshishi me lokale, do ishte me protesta, pra nuk do ishte më fëtim prurse se kafja. Mirë, interesante. Të për ju një shesh pak më anej po nollë që ka protesta të vazhdueshme. Megjithatë, tani kjo bisedë po miksohet midis temave dramatike si që janë protestave dhe temave festive që s'kemi çaj bëjmë se si thonë edhe në këto vdekjet. Thonë edhe ju anoj protestë me lulë. Të vdekurit me të vdekurit, të gjallit me të gjallit. Dhe shqiptarët e miksojnë këtë gëzimin
me hidhërimin. Megjithatë, si ju duket kjo atmosfera e festave në qytet, në jetët familjare, në njerëzit? Është pak e miksuar me këto historitë e korrupsionit me miliona euro, e ndërkohë shikon kështu qytetin të zbukuruara. Edhe njerëzit me qef, për shembull, vëmat festën e aty ishte rinia. Ka një lloj. Unë ndoshta Gersi mund të ketë ide tjetër. Unë konceptoj që Gersi s'delo, çfarë pyesësh Gersin? Unë shoh që njerëzit vazhdojnë jetën normalisht. Dhe kjo një formë më shqetëson pak, sepse për atë të cili minimalisht mund të lexoj këto dosjet, përgjimet e viteve të fundit, mund të shohin, po të përballet me këtë. Po çfarë të bëjnë njerëzit? Po pra, këtë po them. Mos vazhdojnë normalisht. Po jo, kemi një normalitet mos kokçars nga ana e shumë qytetarëve, të cilët sot për hir të vërtetës po tregojnë shumë herë më shumë pragmatist. Nuk them në mënyrë të gabuar, po them konstatim, ky është konstatim, nuk po e gjykoj këtë konstatim. Dhe e shoh qytetarin shumë herë më pragmatist kur vjen puna te pragu i derës shtëpisë dhe shumë herë më shumë kur vjen puna te buxheti i familjes, nuk e rrezikon, nuk do ta rrezikoj të ardhurat, buxhetin dhe shoh dhe impenjimi më i madh i tyre është pikërisht kjo, tek mirëqenia, standardi familjar. Dhe në këtë lloj forme shkon edhe periudha e festave, duke i patur të nevojshme gjatë vitit me këtë dyndjen e madhe të këtyre skandaleve etj. Unë i shoh qytetarë që të fund vit po mundohen të gjejnë vende po ashtu si në vitet e tjera për të festuar, për të vazhduar normalisht periudhën e festave. Pak i kemi edhe në tradit, se pak këtë e kemi edhe trashëgume, ndoshta duke i vlerësuar shumë herë më shumë festat sidomos festat e fund vitit, shpenzojmë shumë herë më shumë, sepse kjo vjen nga e kaluara, nga ndoshta edhe periudha në cilën unë edhe Vivi nuk e kemi jetu, sepse ishte një fund vit, një festë në fund vitit që impenjoheshin gjitha energjitë. Mos harroni një gjë, gjërat e mëdha në Shqipëri kanë ndodhur në dhjetor, domethënë përgjithsisht politika dhe këta strategët mendojnë që në dhjetor nuk vlen të reagohet, se mendojnë që njerëzit janë në fest. Po për shembull komunizmi ka nisë në dhjetor, ka atë po ka diçka. Rënien edhe studentët e dhjetorit konsiderojnë. Është vërtet është kjo. Protesta e studentëve të 2018-s, të studentëve të para ca viteve ndodhi në dhjetor. Po ç'a ndolli? I fituan para festave ç'a duan dhe prandaj nuk u bë më. Një sekond, jo, u lam pezu, edhe po të i mërsh të gjitha protestat që kanë nisë në dhjetor, edhe të partive politike, edhe qoftë kush është fundi një proteste si pas te, pse thua u lam pezu? Kush është fundi një proteste? Po vazhduan edhe për te janarit, pra u mundu të ringrieshin për te janarit. Pse thua u lam pezu? Kush është fundi? Unë e shoh që ne kemi një zakon të keq, mundohemi të nisim dhjetor, duke u nis nga ato prizmat e protestave të dhjetorit 90, dhe i çojmë protestat me pushime kur vijnë festat, dhe i duam ta rikthejmë po të njëjtën energji në janar. Prandaj them sinqeriteti i atyre të cilët komunikojnë diçka dhe edhe mënyrës se si organizojnë protestat është shumë më shumë i rëndësishëm. Nëse ti ke vërtet dhe percepton që ke vërtet një moment i cili duhet realisht protestosh dhe ti je shesh, nuk ka fest, nuk ka asnjë gjë tjetër e cila duhet ta stopoj dhe ta rimarrësh edhe një herë në momentin që ti ke kryer gjitha adetet e tuaja familjare dhe rikthehesh pastaj me xhelin e detit në bark dhe thotë tash kam energjitë e duhura dhe duhet të hi protestës. Nëse është aty, rrim shesh, dalim, qëndrojmë aty edhe kjo është qëndresa në fund ditës. Kjo është mënyra e protestumit. Nuk mund të jena vetë më çoçi. Kush? Po bën atë një aktor po e bën këtë. Do e shohim, unë e kam thënë në qeshun, domethënë që besueshmërinë e Adriatikut do e kem kur ta ha xhelin e detit aty. Kur qëndroj aty, sepse këtë kam parë në protestat e viteve të kaluara. Se po e ngri xhelin aty, është i besueshëm për ty? Po jo, ka diçka, atë cilën ai po bën, po e vazhdon në një formë apo një tjetër. Unë kam të esenci atyre që kam parë në vitet e kaluara. Dhe ajo besueshmëria jame tek këto lloj protestash ka rënë në momentin kur i kam parë që niste në fillim dhjetorit, shkote deri nga fundi, u mbyllte aty dhe fillonte në fund janarit. Ore Kolindo tani, një minutë. Po pra, kush është fundi protestës? Ja një minutë Kolindo. S'mbaron. Kur i kemi vendos qëllimin, po qëllimet janë arritur. Qëllimet janë arritur. Tani mos ja, tash të lutem moderatori. I herë që vim në emision të sjellë. Shikoni tani. Atë që po më thua ti është që ti je dakord me një lloj proteste, domethënë ti e legjitimon një lloj proteste, po nuk je dakord me një lloj proteste tjetër. Ndërkohë që këtu, në këtë vend janë duke u ndodhur, janë duke të ndyja ngjarjet paralelisht. Ka dhe një forcë që thotë protestë të vazhdueshme, po prit të ham një herë gjelën e detit dhe pastaj do vim prap. Ka dhe një protestë, një aktor i tjetër që thotë un po ri këtu dhe s'po ik.
Problemi është që këtu nuk po funksionojnë të dyja këto, vëlla. Nëse e kam gabim Jo, tani. kolla thot po e ngri gjelin Adriatiku aty, unë do shkoj. Po jo, Jo, tash nuk i ta thash do lesh shkoj, djalin aty ti të nuk thash do mërdhisë, shkoj. po ti ta dish. Nuk thash do shkoj, Jo, thash, nuk nuk funksionon. thash Po, këtë, unë thash rritet, unë thash, nëse ti e nis, po ta nisin janar gjithë protestën, mos ta nisin 10 orë, edhe i kanë të kryer me Po këtë po të pushimet. them ore Kolindo. Edhe ti Ore- nisin që mos ore, fillojnë po ti të nisin them protesta pse- që 10 orë. Njëri është duke qëndruar, tjetri nuk është duke qëndruar. Të dy nuk janë duke pasur suksesin që do donin. O Miguel e kam te akti. Pse nuk të te dyja akti. aktet janë duke ngjarë vëlla. Po pra, po Pse nuk ka rezultat as te njëra as te tjetra, që do po thotë. këtë do e shohim Ore, fundin. a është koha mbase të mos Mos e kam te kjo, unë e kam. a është koha të mësojmë që as njëra dhe as tjetra nuk kanë Po se janë parti Ore, se nuk politike, është ta gabim. dha shumë përgjigjen. Po jo, Janë kjo parti këtu politike. këtu e kam. Janë kryetar këtu e kam me partie, drejt, por Gersi. nuk- Jo, Kush jo do e për bëj këtë gjë. Janë vend, kapital, vëlla? shiko. Ore Gels, po kush do e bëj Po këtë vend? partit Shiko, më do e se bëjnë, edhe po te- jo tek të organizojnë Adriatiku. protestat tani. Dhe tek Adriatiku. Si do e rrezojnë Ramën? Ja, ta dëgjojmë Më fal, pak, kush Gels. është fundi i protestës së Adriatikut? Si do e rrezoj Ramën? Do me me masivitet, vot. ja, të Me them, votë vlla, nuk rrëzohet me masivitet. Do vëj në kutit, unë do shkoj në votime, do votoj Adriatikun dhe s'do votoj Ramën. Kjo është e vetmja mënyrë. 4 vjet i ka Rama tash. Jo, ka dhe demokraci me pjesëmarrje, nuk ka vetëm Demokraci me pjesëmarrje. me Po, vot. del populli dhe thot, unë që të dhash votën ty Rama, sepse ti ku këtë s'po e apo sher- tjetri, këtë se apo kemi, Berisha pra. duhet të nxjerrë njëherë votuesit e vet. Këtë po thotë Votuesit e vet, pastaj të nxjerrë votuesit e Ramës Unë jam dakord dhe me pastaj ty. të rrëzoj Ramën. Unë jam dakord me ty, po ti po thuaj që ne tani ta lëmë rehat Ramën Jo derisa ta lëm rehat, po me 20 veta ta rrëzojmë. Po si bëhet more, domethënë Si bëhet me votë? Do vinë Miguel, zgjedhjet lokale, Miguel. përgatitu, ti e parti politike, Miguel. merri Po, gjysmat e bashkive. Organizimi. Merri gjysmat e bashkive. Se bën Organizimi, ai është Unë mendoj që Adriatiku ajo të është Tani Analizoj prit procedurale. se procedurale. ma bët monopol bisedën. O, viv tash. Unë mendoj që Adriatikun e penalizoi pak edhe shkrirja e koalicionit me nismëthurje. Po, sigurisht. Sepse mendoj që njerëzit ishin përgatitur për një bashkim të këtyre dy figurave tek e cila besonin, u zhgënjyen ca nga njëra palë, ca nga një tjetër më shumë, por tani në këtë moment ata mirë se- votues që kishte, unë mendoj që janë skeptik edhe për qëllimet e vërteta të Adriatikut. Domethënë nuk janë 100% të bindur që ajo qëndrueshmëri që ai po tregon është thjesht sepse do t'ju vinë në ndihmë qytetarëve, shoqërisë. Që mos e T'i mbajmë tek shpëtojnë ta nga dy, po situata. tek ka dhe dy parti tjera që janë bashk, e Arlin Qorit dhe Agron Sheaj. Me thënë të drejtën, nga të gjitha protestat që unë kam parë, protesta nga Lëvizja Bashk më është dukur më e suksesshmja, në sensin që nuk ka pasur shumë lëvizje teatrale, nuk ka pasur asnjë video dramatike apo kundër policisë shtetit, lloj-lloj lëvizjesh për ta mbajtur situatën sa më antiqeveritare. Mendoj që janë treguar korrekt, por mendoj që gabimi i Lëvizjes Bashkës që nuk e ka nxitur shumë frymën e vërtet të bashk. Nuk ka arritur të bëj bashk qytetarët dhe nuk është treguar shumë gjithë përfshirëse. Mendoj që prap ka ngelur disi e Vetëm. përjashtuar, Ka ngelur ka vetëm. ngelur vetëm dhe disi e përjashtuar nga partitë e tjera. Po mirë, Për mendimin tim të gjitha domethënë në këto zhvillimet e fundit fituesit moral duhet të thënë që ata mund të konsiderojnë fituesit moral. po, Se tha nuk bëhemi bashkë me një pjesë që do ketë probleme dhe ata patën probleme, domethënë nuk do i qëndrojnë dot objektivat e tyre dhe nuk i qëndruan. Kështu që ka një seri gjëra shorigjelsi. pavarësisht gjithçka, Vetëm ama të diçka. gjitha partitë e vogla, unë nuk mendoj që në këtë pikë nuk mendoj janë që mund të parti, bëjnë dot një kthes Vetëm të diçka. madhe Ti pas ka alergji fare ndaj në partive. pjesëmarrje. Po nuk është Jo, unë ato- mendoj që lëvizja më e zgjuar do kishte qenë që ata të ishin bërë të gjitha partitë e vogla të ishin bashkuar në çfarë një të së bashku bashkohesh? me PD. Po si të Kundër bashkohesh? kundrejt një kauze që i bashkon të Cila është kauza që bashkon tërë partitë? S'ka një kauzë që bashkon tërë partitë. Zojmë Ramën. Unë- Ato sot Unë këto nuk kanë mendoj, artikull. Por si të mendoj sillin që Braçën? kauza, jo, Si? unë nuk Të mendoj që zëmë kauza sillin duhet Braçën, të jetë. ç'a të bëj? Po ju ato kauzën e tyre sot e kanë të gjitha kanë të njëjtin artikulim. Unë mendoj që ky është Dorëzojnë dhe qeverinë. kjo është dhe Ka një që është pjesë e artikulimi që gabimit të dëgjon për tyre. opozicë. Nuk mendoj Edhe? që kauza Kaq. duhet të jetë të rrëzojmë Ramën. Unë Ktu mendoj është që pikë. kauza duhet të jetë kundër korrupsionit, që të mbështesin Si parti- drejtsinë që të bëjë një punë sa më të mirë. Migen vetëm diçka Në vazhdim? person për. Ja, këtë. se Se s'do e kuptoj. Jo, mos është skepticizëm, unë po mundohem të zbuloj çfarë mendoni ju për këto pse duhet bëhen bashkë. Sepse vetë nuk kanë mjaftu shumë mbështetje nga njerëzit për t'ja dalë. Pra kauza e përbashkët e gjithë spektrit është të rrëzoj Edi Ramën.
Po dhe kjo pra nuk më bën shumë sens. Po kjo është kauza, pse si ne kaos. shohim në gjatë tjetër të artikuluar prej partive politike. Çdo protest që kushdo që ka qenë folës në këto protesta, qëllimi kryesor ka qenë kundër korrupsionit të qeverisë, të rrëzojmë qeverinë. Kaq është qëllimi. Disa artikulojnë një lloj që mund të jenë për shembull PD-ja. Po kush do vi, kush do vi? Thonë pra, do të prapë të zgjedhjet shkojnë më gjithë, se nuk vjen kush një pa minutë votë. vetëm ta kuptojmë. Çfarë do të thënë kush do vi, Regils? Kush do vi do të thotë që nuk mund të jetë kaos vetëm rrëzimi, por duhet të jetë kaos ajo që vjen pas rrëzimit. Sepse unë shkoj të rrëzoj një të keqe për të sjellë një të mirë dhe nuk çohem nga krevati të rrëzoj një të keqe për të sjellë një të keqe tjetër. Dhe shikoni kush janë liderat sot të partive politike. Janë pronarët e partive politike. Keni parë ju të bëjnë zgjedhje brenda partive? Kush është zgjedhur me votë? Kush është zgjedhur me votë? Pse Lëvizja Bashkë me votë ka zgjedhur? Kush e ka zgjedhur? Forumin e vet atë. Po boll tash Lëvizja Bashkë me një kryetar që është dhe kandidat për kryetar bashkie, që është dhe folësi kryesore etj. Ka një kandidat që ka një deputet që s'është kryetari. Po kjo tregon qëndrueshmëri. Nuk, ta janë pronar. Një kandidat i qëndrueshëm. Unë nuk shikoj demokraci të brendshme tek ata. Dhe unë nuk mund të dëshiroj Ramën që s'ka demokraci të brendshme për të cilë një që s'ka demokraci të brendshme. Unë çohem nga krevati dhe rrezoj Ramën dhe ri aty gjithkohon kur unë të shikoj. Ti po thua që kjo është logjika e qytetarëve kur i qasen këtij problemi? Si qytetar. Apo kështu duhet të jetë, domethënë. Si qytetar, rrymat vetë kemi diskutuar që në Europë ka dhe qeveri të mira që rrezohen nga opozita. S'ka vetëm qeveri të korruptuara. Dhe si rrezohen këto? Me alternativë dhe ofertë dhe me një model tjetër. Pra ne na mungon modeli tjetër. Kush është modeli tjetër? Lëvizja Bashkë, thot Migeni, është modeli tjetër. Jo, më nuk e kam vetëm. Shikoj se unë po mendojem të bëj një lloj oponence për të shtruar gjërat, më kupton se unë ju e dini që unë nuk nisem duke qeshur edhe. Ju e dini që unë kam kritika të jashtëzakonshme kur bëhet fjalë për demokracinë e brendshme tek të gjitha partitë. Dhe mendoj që një nga arsyet kryesore që partitë politike çedojnë edhe nuk arrin të ndërtojnë një raport të drejtë me qytetarin e tyre është një mungesa e demokracisë së brendshme të tyre, po dhe dy për shkak të mungesës së brendshme të demokracisë ata nuk bëjnë dot një masë të madhe njerëzit që qytetari ti perceptoj si kompetent, pra ti shikoj qeverisës. Nuk qarkullojnë dot elitat brenda, po s'ka demokraci. Nuk marrin dot poste, bllokojnë. Duket pak shumë, Miguel. Vetëm diçka. A mënyra se si unë i perceptoj gjithë këtë klimën e protestave të kësaj periudhës fundit. Më ngjason sheshi me një prift që gjithë po shkojnë të lajnë mëkatet. Kështu e perceptoj unë. Ato po lajnë mëkatet e veta. Kush po lajnë mëkatet e veta? Një pjesë Berisha çfarë mëkate lan Berisha? Berisha po lajnë mëkatet e zgjedhjeve, të cilët ai bani brenda partisë politike, po lajnë mëkatet e shkuarës me Adriatikut koalicionit që ai bani me Endri Shabanin. Qorri të mos hapjes. Po Agron Shehaj? Agron Shehaj. Po Agron Shehaj një formë apo një tjetër edhe ai është pjesë e po të njëjtës vorbull. Unë them, këto disa aktorë që dalin për të lënë mëkate, pjesa tjetër po i shkon mbrapa. Unë Rigelsi, Andi Tepelena dhe Edisoni me Sidorelën që ishim aty si shoqëri civile. Ju po shkoni që një formë apo një tjetër të lani mëkatet edhe ju të mundoni të lani mëkatet e qeverisë, pra ti kërkoni qeverisë të lani mëkatet. Ne që kemi si i dërguari që laj mëkatet e njerëzimit. Po jo mos secili, unë në këtë sens unë kështu i kam perceptuar. Domethënë që prandaj e lidha gjithçka me mënyrën se si ato kanë dalë shesh. Kanë dalë edhe për interesat tyne, që nuk një formë apo një tjetër, kjo i kufizon tek ajo që thotë djersi që janë parti politike. Na mori shumë kjo e sheshit edhe ne jemi në minutat e fundit të këtij komunikimi. Mos të faleminderit. Po kështu është domethënë, po thirrni atë ndërprerni fjalën nuk di domethënë. Po vjen tani, domethënë kjo është një nga arsyet pse unë e moderoj mirë këtë. Prandaj e bëj rolin shumë më të mirë kur jam andaj mbrapa dhe kur nuk jam para, domethënë kjo është. Megjithatë të dashur miq, 2026 është përpara. Edhe ne do duam të dimë cili është angazhimi juaj për 2026, po shumë shkurt. Mos i thoni, do ta nis me ty Rigesh, por mos i thuaj të gjitha që mbase edhe pjesa tjetër e ekipit mund të thotë diçka. Angazhimi jon si qendrës. Çfarë do bëni në 2026? Shpresojmë të vim edhe ndonjëherë tjetër këtu në podcast, sikur po na shijon. Mos vim vetëm në fund të vitit. Kjo është e sigurt që si jemi këtu. E dyta do jemi më shumë më pranë komuniteteve dhe njerëzve të cilët do të kenë nevojë për ne.
me ndihmë, me asistencë, me kërkesë llogarie nga institucioneve. Edhe mendoj që do të jemi më pranë atyre që deri tashmë kemi qenë edhe përballë dhe armiq, apo ele me kaq. Ovi. Tani fillon loja. Pse e bëre kaq kështu? Se po më kujtoj gjatë gjithë këtij podcastit ideja që gjithmonë jemi këta njerëzit që duhet të komentojmë ngjarje pa fund, po akoma nuk kemi gjetur si nivel kombëtar se kush është drejtimi që duhet të marrim. Unë thjesht shpresoj që qendresa të jetë më e pranishme pranë qytetarëve në veprime konkrete në vitin e ardhshëm, duke qenë se në distancë unë mendoj që ne kemi bërë një punë shumë të mirë. Edhe unë nuk e di se cila do të jetë strategjia konkrete që ne duhet të ndjekim për të qenë më afër qytetarit, por mendoj që ky duhet të jetë misioni ynë për vitin e ardhshëm. Mendoj që ka shumë pak njerëz që gjenden realisht aty për të bërë diçka përveç fjalëve apo përveç banderolave që ne përdorim gjithmonë për protesta. Në qartë. Më mirë shpresoj t'ja dalim. Shikoj, nuk kam diçka për ta shtu, sepse besoj që bim përsëritje, po uroj që ky vit që vjen na të kemi disa rrugë zgjidhje në aspekt Shqipëria gjej disa rrugë zgjidhje, edhe ajo që ka uroj më shumë është të diskutojmë më shumë për gjëra që duam të bëjmë dhe të përparojmë, sesa të diskutojmë për këto që ne na morën edhe pjesën më të madhe të podcastit, që ishin aferat, politika, edhe kjo marrëdhënia e partive politike, por që ky është një bast që koeficientin e ka shumë të lartë. Mirë, atëherë, unë ju falenderoj për gjithë këtë bisede dhe sigurisht që ishte paksa e pazakon nga mënyra dhe natyra se si kemi komunikuar. Faleminderit që dhuruat një lloj debati. Kuptova tani, më thënë, ashtu siç kam kuptuar nga çdo komunikim që ca gjëra nuk i dija për bashkëbiseduesit, edhe pse i kam pasur miq të afërt edhe kështu që shpenzoj pjesën më të madhe të ditës. Kishte ca gjëra si vend rrëfimi. Kisha ca gjëra që ju s'mi kishit thënë mua dhe po më vjen ka inat pse duhet të thrisja në podcast që të mi tregoni ca qasjet tuaja, por kjo tregon mbas edhe për natyrën time që rrezik flasun më shumë nëse mund të shtoj edhe një fjali, unë fal këtij podcasti e kuptova sepse duhet të shtojmë prezencën e gocave të qendresës në media, se me këta të dy po nuk ju ndërhyn dot në asnjë Në fakt sot isha më pak i intimiduar nga Migeni, nuk e di pse më duk shumë gazetar nga podcasti i parë që kemi bërë në fillim. Po të qenë tek për tek prandaj. Geresi e ka nis po të shihni podcast. Po dhe unë mendoj që ne kemi një lloj deficience në promovimin e vajzave dhe grave në komunikim me publikun, kur shikoj atë renditjen që goca e parë për nga stacioni forcave ishte e shtata. Megjithatë po, qasja jonë është pozitive dhe në qasje jemi okay, po do duhet edhe në rezultate. Kështu që unë ju falenderoj, miq të dashur, sigurisht që qytetarët e këtij vendi unë besoj që janë mjaftueshëm inteligjent dhe pavarësisht se politika e vendit ton qëndron në një nivel, kam përshtypjen që intuita, zgjedhjet dhe sjelljet e qytetarëve të kësaj republike në raport me aktorët politik, por jo vetëm, mendoj që i ka modifikuar në mënyrë të tillë që Shqipërinë dhe standardet e këtij vendi të bëhen disi më të mira për shkak të presionit të qytetarëve. Kështu që pavarësisht ankesave të shumta, unë mendoj që qytetarët e kësaj republike janë lojtarët më të mirë, edhe pavarësisht se duket sikur në afat shkurtër politikanët e këtij vendit fitojnë shumë, ne jemi të gjithë dëshmimtar tashmë që pavarësisht se e kanë mbizotëruar këtë vend si të qenurit mbret, e kanë dhunuar si të qenurit xhelat, edhe e kanë vjedhur si apo paratë e tyre i përdornin si të ishin para personale. Gjithsesi ne jemi duke e parë fundin e gjithë secilit avash, kështu që në këtë kuptim jam i sigurt që qytetarit do dalë më i fituar në këtë vend dhe të gjithë ata që kanë abuzuar do t'i shikojmë nga ato hekurat të cilat në fakt po shkojnë një nga një. Kështu që 2026 unë shpresoj të jetë viti juaj, viti i qytetarëve, kështu që ne do shihemi sërish së bashku në të gjitha ato aksionet që kanë për qendër dhe objektiv qytetarin. Mirupafshim.